Besimtarët musliman festojnë sot Kurban Bajramin, një prej dy festave shumë të rëndësishme të besimtarëve musliman, prej dy festave të Bajramit që vjen menjëherë pas muajit të Ramazanit dhe Kurban Bajramit që ka qelluar në këtë javë të parë të qershorit. Gëzuar e për shumë mod Bajramin, lumturi, paqi dhe begati në familjet tuaja. Historia e Kurban Bajramit është e njohur tashmë, ndoshta nuk ka nevojë ta ripërsëris. Ka dy festa të Bajramit, e para është festa e Bajramit që vjen në fund të muajit të Ramazanit, e cila është edhe në një farë mënyrë Bajrami që quhet i sakrificave, sepse pas një muaj agjerimi festohet mbyllja e muajit Ramazanit me festën e Bajramit dhe konsiderohet Bajrami ndoshta i madh për arsye të sakrificës madhe, një muaj ku besimtarët kanë reduktuar ushqimin, kanë mbledhur atë ose dhe kanë bërë sakrifica jo të vogla, dhe Kurban Bajrami, i cili është një bajram ne quajmë dhe bajram i vogël, është bajrami i cili në një farë mënyrë ti duhet dhurosh, duhet të bësh një kurban, i cili ndran 3 pjesë, një për familjen tënde, një për të afërmit dhe një për njerëzit në nevojë. Pra është një lloj po e quaj feste, ku ti, ose më shumë sa feste, është një lloj rituali ku ti duhet bësh bamirësi, sidomos për njerëzit në nevojë. Por do përfitoj nga kjo video t'ju flas edhe diçka shumë të rrallë. Në fakt, pak ditë më parë kam qenë në arkivin qendror të shtetit, ku arrita të gjej, të shoh dhe të prek librin, dhe kjo vlen për besimtarët musliman, por për çdo tjetër në Shqipëri, sepse është pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore shqiptare, Kuranin më të vjetër që ekziston dhe që njihet deri tani, se mund të ketë ndonjë që mund të jetë pron privat dhe nuk e dim, në trojet shqiptare. Bëhet fjalë për një Kuran shumë të vjetër, të fundit shekullit 14, pra rreth viteve 1300, që zyrtarisht i dokumentuar është Kurani më i vjetër që gjendet në trojet shqiptare. Nuk e di tani nëse ka diçka në Kosovë, Maqedoni, por në trojet shqiptare deri tani zyrtarisht është ky. Ruhet masa të forta sigurie, është në kasafortën e arkivit qendror të shtetit, duhen 7 çelësa për ta hapur derën. Unë po ju tregoj një herë tani nga vjen ky Kuran, çfarë prejardhje ka, nuk është që dihet shumë, po si është për ta parë, dhe pastaj do kthehem për të bërë një lloj, po i quaj përshkrimit vogël të mënyrës se si ka ardhur Islami në trojet shqiptare dhe kush janë objektet më të rëndësishme të kultit që ne kemi në trojet, pra gjithmonë në trojet shqiptare. Do doja të thoja sepse ne realisht kemi disa nga xhamit më të rëndësishme të Ballkanit, të arkitekturës islame, por që shpesh edhe ne vetë nuk kemi qenë koshient. Ashtu siç kemi dhe objekte tjera kultit, besimeve tjera fetare shumë të rëndësishme dhe me një peshë të jashtëzakonshme historike, arkitektonike dhe të trashëgimisë kulturore. Shiheni pak tani Kuranin më të vjetër që ne kemi në ruajtje. Këtu në dhomën më të sigurt të arkivit qendror shtetit, me portën që mbyllet hermetikisht kur hyn brenda, është një prej Kuraneve më të vjetër të gjetur në Shqipëri, që qarkullojnë në Shqipëri, është ky Kuran. Nuk mund ta kap me dorashka se është ndaluar, duhet ta kapësh me duar, mbasi duart janë dezinfektuar dhe pastruar përpara. I takon fundit të viteve 1300, pra pak a shumë rezulton në të njëjtën kohë kur Osmanët kanë britur në trojet e Ballkanit. Është ky Kuran, i cili duhet të shkruar i gjithë me dorë, padyshim, është shkruar me dorë, është në papirus apo në letër? Është në letër dhe është Kurani më i vjetër që gjendet ose është identifikuar në territorin shqiptar. Ku është gjetur? Nuk e kemi informacion se nga ka ardhur. Thjesht kemi çastin kur ka mbritur në Shqipëri, po? Ka mbritur në arkivin qendror shtetëror. Pra nuk dihet se nga cila pjesë e Shqipërisë ka ardhur dhe ku ka qenë. Kaq holl jo, nuk kemi arritur. Dhe është Kurani më i vjetër që gjendet në trojet shqiptare. Ka dhe pjesën e vulës të gjithën, pra që është punuar. Shenja ku mbaron, po ja, ku janë kapitujt e veçantë, është, duhet të jetë një pasuri e jashtëzakonshme. Ku është fillimi? Po lexohet nga e majta në djathtë. Kështu. Kjo është ana e mbarë për të lexuar. Dhe kjo është pjesa e parë. Ky është fillimi, po themi.
ty flet e para janë të zhvendësuara, por të tjera janë origjinale. Edhe më tashmë. Fundi 1300-s. Ose fillimi i 1400-s. Ose fillimi i 1400-s. Kurani më i vjetër që gjendet në Shqipëri. Shif çfarë Chelsea. S'kisha parë Chelsea këtu ndonjëherë. Ky pra është Kurani më i vjetër që ne kemi pasur në ruajtje, i cili është ruhet në arkivin qendror të shtetit, e pa dhe sa Chelsea duhen për të mbyllur derën e arkivit qendror të shtetit, jo derën, por kasafortën konkrete, është një libër shumë i rëndësishëm. Po kur ka depërtuar Islami në Shqipëri? Tashmë që sot jemi në Kurban Bayram, dëshmitë historike tregojnë që Islami ka filluar të depërtojë në territoret e Ballkanit, territoret shqiptare, territoret e Ballkanit, kryesisht me mbritjen e Osmanëve në fund të shekullit 14, pra rreth viteve 1300 ca, betejë e parë është ajo e Savrës, kur Osmanët mbritën të thirrur nga familja Topiaj në një përplasje mes familjeve feudale shqiptare, më pas ata u kthyen, ka ndodhur betejë e Kosovës, ku kanë qenë gjithë princat ballkanik në një betejë kundër Osmanëve, një betejë e humbur. Pastaj Osmanët u instaluan në Shqipëri duke filluar nga fillimi i shekullit të 15, nga 1400-ta. Në këtë moment shfaqen dhe shenjat e para të Islamit në Shqipëri, konvertimet e para shumë të rralla, shumë minorene, dhe objektet e para të kultit të ndërtuara në trojet shqiptare. Ndër më të vjetrit është një xhami në kufirin mes zonës së Luginës, pra Preshevë Medvegjë Bujanovës, dhe Republikës sotme të Maqedonisë së Veriut, është një xhami e rënuar për momentin, por që pretendohet të jetë xhamia më e vjetër ndoshta në Ballkan. Mendohet që është ndoshta më e vjetra në Ballkan, nuk e di tani e drënen, por në këtë pjesë Ballkanit është më e vjetra. Më pas është një tjetër xhami në Kosovë, e cila është ndërtuar nga një familje tregtarësh nga Alepo, që kishin ardhur nga Siria dhe ka ndërtuar në Kosovë, ndërsa në trojet e Shqipërisë së sot, nëse nuk dua të flas shumë për pjesën e Kosovës dhe Maqedonisë, Islami filloi të përhapej kryesisht në shekullin e 16 dhe në shekullin e 17. Por islamizimi masiv i Shqipërisë, dhe kryesisht në fillim ishin qytetet dhe pastaj edhe pra zonat më urbane dhe pastaj zonat më rurale. Kryesisht u fokusua islamizimi pra në fund të shekullit të 18, rreth viteve 1700 dhe fillimi i 1800-s për shekullit 19, e gjeti Shqipërinë në një territor, pra i gjeti shqiptarët, se Shqipëri nuk ishte në atë kohë, i gjeti shqiptarët në një shumicë dërmuese muslimane. Tani, ka shumë debate për mënyrën e konvertimit shqiptarëve dhe shkakun e konvertimit tyre, nuk dua të hyj në këtë debat, por padyshim që është i vërtetuar që nuk ka qenë i detyruar drejt për drejt nga Osmanët, ka qenë i detyruar, domethënë, ka qenë një politika tëra cilat të çonin në një islamizim i cili ishte më komod se sa ruajtja e besimeve të pashme fetare, sepse duhet paguaj një taks, po mos ishte musliman, një taks që e paguanin besimet e tjera, nuk kishte drejtën e armës, që për shqiptarët ishte tejet e rëndësishme, më rëndësishme se për çdo kom tjetër të Ballkanit. Vetëm muslimanët kishin drejtën e armës dhe shqiptarët, një pjesë janë konvertuar pikërisht për të mos lënë armën. Pastaj ishin mundësia për të bërë një karrierë, përmes Islamit i mund të kishin një karrierë shumë të mirë në perandorin osmane, sidomos në Stamboll, edhe pse është dëshmuar që ka pasur edhe grek dhe serb që kanë bërë karrierë, por natyrisht në karrierë administrative, nëse do ishte musliman, do kishte një mundësi më të mirë. Janë gjithë këto efekte që kanë ndikuar, unë nuk duhet të hyj sepse kjo është thjesht një guid, nuk është një studim, po themi asaj, por këto kanë qenë momentet kryesore të islamizimit të Shqipërisë. Pra në fund të shekullit të 18 dhe në fillim të shekullit 19, rreth viteve 1700, 1800, fillim 1800-s, shqiptarët ishin konvertuar tashmë në një masë të madhe, edhe pse ka dhe gjëra të çuditshme. Për shembull, zonën e Elbasanit ka musliman që kanë dhe emër ortodoks dhe emër musliman. Pra Haxhi Mihali, për shembull, llogarit se kjo lidhet edhe me besimin, shpeshherë kishin nga dy emra, një për të mos shkuar Nizam, sepse Nizam merreshin vetëm muslimanët, një tjetër për të mos paguar taksa, por gjithsesi në këtë kohë, në këtë periudhë, Islami ushtri në territorin shqiptar, edhe është momenti i masivizimit të Islamit në Shqipëri. Ndërkohë, për objektet e kultit, në dijenin time, por nuk jam ekspert,
Në dijenin time, xhamia më e vjetër që unë kam gjetur deri tani brenda territorit të Republikës Shqipërisë, jo të gjithë trojeve shqiptare, sepse nuk mund të dal garant për ato që ndodhen në zonën e Maqedonisë Veriut apo të Kosovës, është xhamia e Fatiut në Durrës, një xhami e ndërtuar rreth vitit 1502, e cila ende sot është në një lagje të Durrësit pranë rrugës kryesore, shumë pak veta e vizitojnë, në fakt për çudi, dhe që ka një diskutim nëse është origjinale apo është e rindërtuar mbi bazën e xhamisë Fatiut 1502-shit. E dyta është xhamia Mbret e Elbasanit, është një xhami e jashtëzakonshme brenda Kalas, mendohet që është e fundit 1400-s, rreth 1490 deri te 1510-1512, nuk është shumë e saktë sepse japin data të ndryshme, edhe kjo hyn tek një xhamit e vjetra në Shqipëri. Më pas vjen ndër xhamit pasaj që po i përmend xhamia Plumbit, që është e jashtëzakonshme, sfundmi është dhe e rikonstruktuar, është një nga xhamit më të vjetra, nuk është nga më të vjetra në Shqipëri, po është një arkitekturë unikale osmane. Është xhamia e Tembeut në Tiranë, është xhamia Muradia në Vlorë, që konsiderohet zyrtarisht më e vjetra sepse mendohet që është projektuar nga arkitekt Sinani dhe ndërtuar nga Sulejmani Madhërishën, pra drejt për drejt gjatë kohës që ishte vendosur në Vlorë si një xhami për t'u falur sultani. Më pas kemi xhaminë e Beratit, që është e jashtëzakonshme, po ashtu dhe ka dy emra. Kemi xhaminë e Korçës, e cila e Ilyas Bej Mirahorit, e cila është po ashtu fantastike. Kemi xhaminë e Qafës Pazarit në Gjirokastër, që është po ashtu një xhami e vjetër në gjendje shumë të mirë. Nuk dua të harroj xhamit tjera, po kryesisht janë fokusuar te këto të qyteteve kryesorë, se me siguri ka dhe në qytete tjera xhami më të rëndësishme. Pra, ky është pak a shumë një historik i mbritjes së islamit në Shqipëri dhe njëkohësisht edhe një lloj historiku i objekteve të kultit me një rëndësi të jashtëzakonshme, jo vetëm fetare, por edhe arkitektonike dhe historike për Shqipërinë. Kështu që me këtë rast, me atë video të famshme të Kuranit më të vjetër të trojeve shqiptare dhe të kësaj historive të xhamive, ju uroj gëzuare për shumë vjet Kurban Bajramin, fat e mbarësi paqe të gjithë në familjet tuaja. Gëzuar.